Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të analizuar dhe për të komentuar videot e radhës. Do të flasim tani për ferma VIP, do me thënë sot do të qëndrojmë tek ferma. Po bëhet një analizë, po bëhen ca lajme se sa çmim mund të ketë marrë Mimoza Ameti që ka hyrë në fermë, pagesa që u bëhet fermerëve dhe sa para mund të ketë marrë Ilir Shaqiri që është pjesë e fermës. Në fakt, për çdo ditë qëndrimi realisht, fermerët marrin para, normal, kuptohet ajo gjë, si jo më kot dhurojnë spektakël. Kjo është një realitet i ditur dhe në Big Brother, do me thënë dhe në Big Brother banorët pagueshin për qëndrimin e tyre, e njëjta gjë do me thënë po ndodhen edhe në fermë. Për Mimozën, unë e di që Mimoza nuk paguhet, do me thënë ka një shumë solide, po jo se është paguar diçka që në fillim kur ka hyrë me shumë amaramëndse, sepse Mimoza lufton për të fituar çmimin e madh. Pasi që ishte në pyetje audienca dhe duheshte të krijohen këto polet e kundërta të shtëpisë, u përzjodh që Ilir Shaqiri të jetë pjesë e fermës. Dhe Ilir Shaqiri, si një fituesi Big Brotherit, ndoshta nuk dëshironte që ta shijon dhe ta përjeton këtë audiencën dhe më në fund, do me thënë, u bë pjesë e kësaj ferme, u bë pjesë e këtyre debateve dhe diskutimeve. Por, sa para, do me thënë, pyetja që bëhet më shumë është kjo. Sa para ka fituar Ilir Shaqiri me hyrjen e tij? Nga informacione jo zyrtare, ne kemi arritur të kuptojmë që kontrata që është bërë me Ilir Shaqirin dhe shuma që është bërë me Ilir Shaqirin është 40.000 euro. Do me thënë, Ilir Shaqiri ka marrë 40.000 euro më herët për të hyrë në ferma VIP. Kjo është një lajm jo zyrtar, më duhet ta them edhe një herë. Por unë mendoj që duke ditur që Mimoza do të jetë fituese e këtij edicionit, produksioni ka bërë një lloj marrëveshje, le ta themi të fshehur, vetëm e vetëm që Iliri të rritë audiencën dhe të del kundër Mimozës për të krijuar një, do të them, pole të kundërta, sepse Iliri është duke luajtur me kartën e negativit, se nuk është një kartë e lehtë, do të them, duke njohur shoqëri shqiptare paragjykohesh, të komentojnë dhe gjithçka tjetër, por siç duket Iliri nuk e ka problem për ta luajtur këtë kartën. 40.000 euro përflitet që ka qenë kontrata që ka nënshkruar Iliri dhe produksioni i fermës që nuk kupton është Eduard Grishaj për hyrjen e tij në fermë dhe për lojën që do të bën. Tani në qoftë se Iliri për shembull do të mbizotronte dhe do të rëmbente zemrën e shqiptarëve, do të hiqte Mimozën nga zemra e shqiptarëve dhe do të vente veten, atëherë do të rriteshte më shumë kjo gjë, por nga informacionet që kemi ne, Iliri ka siguruar 40.000 euro për të qenë pjesë e fermës.